që po ndodh ditën e sotme, këto tensioni që po ndodhin brenda kuventit të Shqipërisë, por ndërkaq mos harrojmë edhe hetimet pra për Dosin Balluku që janë në dorën e SPAK, në të gjithë marrëdhëniet e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste apo dhe partive të tjera në marrëdhënie me ndërkombëtarët, dhe cili është mesazhi që ata sot po përcjellin tek ndërkombëtarët? Po, unë e citova dhe pak më parë që kjo nuk është një shfaqje që neve na nderon në farë mënyre apo na bën që të shihemi seriozisht nga ndërkombëtarët në këtë proces ku ne aderojmë. Jo se ne për hir të ndërkombëtarëve duhet të heqim dorë nga aksionet politike apo nga vendimarrja politike si opozitë, si strategji opozitare, pra opozita në këtë rast, por edhe mazhoranca nga ana tjetër, nga mënyra se si qaset dhe se si orientohet në situata të tilla, por edhe në situata të delikate, siç është shqyrtimi dhe hetimi i çështjes Balluku. Por jo vetëm, sepse tani ne kemi parë që ka patur nga vendime nga SPAK-u, edhe sa i takon drejtoreshës Akshit, edhe nga ana tjetër edhe individëve të tjerë. Dhe jemi tek pika që në farë mënyre vëmendja nuk është vetëm tek zonja Balluku, tu vëmendja është tek drejtësia e re, tek mënyra, tek qasja, strategjia që do ndërtoj kreu i ri i SPAK-ut dhe se si do të orientojë ai vendimarrjen për çështje me rëndësi. Dhe këtu nuk është vetëm se çfarë mendojnë ndërkombëtarët apo çfarë opinioni kanë ndërkombëtarët. Patjetër ndërkombëtarët nuk është se duan që të ketë destabilitet dhe shfaqje inkoherence mes asaj që ne çojmë si raporte në Bashkimin Evropian të asaj që ne kemi patur rezultate të mirë sa i takon qasjes institucionale, që do thotë për afrimin legjislacioneve dhe baza ligjore, bashkëpunimit ndërinstitucional, gjuhës komunikimit, përfaqësimit ndërkombëtar dhe çurisë që kemi ne me reforma. Po kupton? Do të thënë kjo është tjetër gjë. Ndërsa nga ana tjetër shfaqja e një partie politike, strategjia e një partie politike flet shumë për ndërkombëtarët në pikën që nëse ne në Shqipëri, siç opozita në farë mënyrë artikulon, në një moment të caktuar do të kemi zgjedhje të parakohshme, pra në Sonjë apo e vendos, apo do vi një pikë që do duhet bëhet rotacioni, kujt do t'ja lëmë në dorë. Pra, ne e dimë që ndërkombëtarët janë shumë kujdesshëm për sa i takon influencës ndaj qeverisjeve. Pra, e kemi parë dhe në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Europë, në farë mënyrë ata kanë ndikimin e vet dhe lobingun e vet sa i takon kësaj pjese. Do të thënë kanë qenë ndonjëherë ata që kanë bërë edhe shtytjen sa i takon lëvizjeve, pra nga një qeverisje tek një qeverisje tjetër. Por çështja është në Shqipëri, duket sikur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian kanë një lloj dorëheqje sa i takon këtij lloj ndikimi. Pra, duket sikur se sa të riskojmë me një opozitë të fragmentarizuar, më mirë qëndrojmë te status quo-ja. Do të kjo është pak a shumë perceptimi që kam unë. Dhe ndërkombëtarët në farë mënyrë nuk është çështja se atyre ju intereson procedura, atyre intereson që të ketë një reformë administrative territoriale, atyre intereson që të ketë një reformë zgjedhore, atyre ju intereson të ketë një reformë në drejtësi, ju intereson që të ketë SPAK-u të jetë funksional, BKH-ja të jetë funksionale, dhe këto patjetër mos kenë përplasje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Do të thënë jemi tek drejtësia, ekzekutivi, legislativi, do të thënë funksionimi dhe media. Do të thënë janë katër pushtete që duhet funksionojnë të ndara nga njëra tjetra. Kjo është do të thënë Bashkimi Evropian në farë mënyrë nga aspekti teknik. Jemi akoma tek aspekti teknik. Funksionon në formë mekanizmi. Pra, jemi tek pikat që duhet si hallka të funksionojnë. Por në aspekt politik, patjetër që kjo i ul pikë Shqipërisë, por kur të negociohet procesi politik do të jetë në një moment të dytë. Dhe këtu pastaj vendet anëtare neve mund të na vendosin bllokatën ose veto në farë mënyre për të mos qenë pjesë e unionit për arsye të demokratizimit të brendshëm, stabilitetit politik ose destabilitetit politik. Dhe pastaj do kalojmë tek pika që kjo neve mund të na bëhet penalitet. Dhe sa siguri kanë për shembull Bashkimi Evropian për të hapur rrugën për një vend si Shqipëria.
Kështu që jemi tek pika që nuk është vetëm opinioni ndërkombëtarëve. Është e rëndësishme që këtu në këtë vend të ketë stabilitet, të ketë një opozitë që frymëzon dhe që në një farë mënyrë bëhet alternativë. Do të thënë, kjo është e gjithë qasja dhe mënyra se si unë dua ta artikuloj. Qartë. Arsita, nga ana tjetër, vetëm pak kohë pasi SPAK i dorëzoi kërkesën për heqjen e imunitetit të Ballukut, Kuvendi mori dhe vendimin për të mbledhur ditën e nesërme Këshillin për imunitetin, por pas kësaj kemi pasur edhe reagim nga vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pyetja është se ti fillimisht si e ke parë këtë lëvizje të SPAK dhe nga ana tjetër si e sheh dhe reagimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, mund të jetë kjo një përpjekje për të penguar ndoshta drejtësinë apo nga ana tjetër edhe si një mbrojtje institucionale? Po, qasja e kryeministrit Rama ka qenë qasje tërësisht në mbrojtje të institucionit, të pozicionit dhe të një farë mënyre të mbivendosjes që mund të ndodhi nëse kërkohej dhe siç u kërkua pra fillimisht pezullimi i zonjës Balluku. Pra ka qenë qasje tërësisht institucionale. Mënyra se si e ka artikuluar zoti Rama, pra ai nuk është se ka dalë në mbrojtje të një eksponenti të Partisë Socialiste. Ai ka dalë në mbrojtje të një eksponenti i cili përbën numrin 2 të qeverisë, drejton një nga ministritë më të rëndësishme në vend dhe e ka justifikuar këtë me faktin që në dorëzimin dhe në një farë mënyre kompetencën e zonjës Balluku janë shumë projekte të financuara nga Bashkimi Evropian dhe këto projekte duke u bërë pezullim dhe duke u kërkuar pezullim do të afektonin ecurinë dhe mbarvajtjen e këtyre 600 plus projekte të cilat janë shumë të rëndësishme për reformat edhe një farë mënyre ecurinë e vendit drejt Bashkimit Evropian. Do të kjo ka qenë qasja e kryeministrit Edi Rama, por dhe vendimi i gjykatës kushtetuese në një farë mënyrë i dha të drejtë perceptimit dhe ne e dim paktën në atë mënyrën se si ne e njohim dhe se si duhet funksionojë drejtësia efektive, ne e dim që kur flet gjykata kushtetuese gjithë institucionet e tjera heshtin. Që do të thotë, vendimi i gjykatës kushtetuese është mula definitive e të vendimarrjes. Por në këtë pikë jemi të implikuar edhe strukturën e posaçme për krimin organizuar dhe një farë mënyre dhe korrupsion, që është SPAK-u. Dhe kjo strukturë e posaçme ka të drejtën për ta çuar më tej një çështje për cilën ka kërkuar pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Kështu që SPAK-u mendoj në një farë mënyre po bën avokatin e djallit sa i takon edhe vetë vendimit të gjykatës kushtetuese, duke mos e konsideruar të drejtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kështu që këtu kemi një mbivendosje të dy autoriteteve. Një autoriteti që është teknik, i posaçëm, dhe një autoriteti që është instanca më e lartë në vend sa i takon vendimarrjes. Sepse SPAK-u dhe pretendimi i SPAK-ut është që nëse zonja Balluku dhe funksionarët e tjerë do të lihen në detyrë, kanë mundësinë që të ndryshojnë apo të tjetërsojnë provat. Dhe duke e patur këtë liri, atëherë sipas të SPAK-ut do të jetë mundur që pastaj gjykimi të mos jetë më aq i drejtë saç pretendohet. Dhe prandaj është kërkuar që heqja nga parlamenti, heqja e një farë mënyrë të drejtës për të ushtruar profesionin e saj, do ta bënte më të lehtë pastaj edhe punën e SPAK-ut. Por gjykoj që SPAK-u që është futur në këtë rrugë dhe ka persistencën diku do të arrijë me këtë aksion. Nuk mendoj se do të hiqet dorë apo do të ketë një tërheqje nga struktura e posaçme. Duke qenë se misioni i strukturës posaçme është të hetojë çështje që drejtësia nuk arrin dot t'i kapi, dhe prandaj ka qenë edhe preokupimi i SPAK-ut për faktin që sot në Shqipëri ka ndikime në drejtësi, qoftë nga politika apo qoftë edhe nga krimi organizuar. Kështu që në një farë mënyrë kërkesa për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku bën sens në kuadër të asaj që dhe mënyrës se si po funksionon SPAK-u sot, por tregon që dhe zoti Braho do të tregojë një dorë të fortë
sa i takon edhe funksionimit dhe strategjisë që do të ndjeki ai si pasuesi i Zotit Dumanit. Duhet thënë që edhe Zoti Dumani ka qenë një dorë e fortë, por si pasojë e implikimeve dhe ndikimeve të jashtme nuk ka arritur dot të çojë deri në fund të çështje për të cilat ai është në një farë mënyrë ka ndjekur edhe është prononcuar. E qartë, Arsita, nga ana tjetër, Kuvendi ju ka shpërndar 10 anëtarëve të Këshillit vetëm kërkesën e prokurorisë, por jo provat mbështetëse që ndodhen në një USB, pra siç pak i ka dorëzuar me argumentin se prokuroria e posaçme ka kërkuar që këto informacione të ngelen sekret dhe të ndalohet publikimi i tyre. Dhe pyetja lind nëse jemi tashmë përballë një procedure normale, institucionale apo një situate që ndoshta ngre dhe dyshime për presione politike, dhe nga ana tjetër si lexon ti edhe faktin që Kuvendi po shpërndan vetëm kërkesën, por jo provat, pra mund të jetë një mbrojtje e sekretit hetimor apo një kufizim i qëllimshëm i informacionit. Po mund të jetë dhe një mbrojtje e sekretit hetimor. Do të thënë nga aspekti ligjor, patjetër që kjo mund të jetë thjesht ligjore dhe jo politike. Jo detyrimisht është çdo gjë e afektuar dhe e ndikuar nga si vendimarrje politike apo ndikim, po themi, politik sa i takon çështjes. Mund të jetë edhe kaq e thjeshtë që mbase është pjesë e sekretit